Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një lugë uthullmolle para gjumit dhe do shpëtoni nga këto probleme shëndetësore. Do të ishte kohë t'ju pyesnim në qoftë se e njihni uthullon e mollës, pasi kemi folur aq shumë herë për të. E pasur me kalcium, magnez, potas, fluor, hekur, fosfor, vitamina A, B1, B2, B6 dhe C dhe E, acid folik, pektin, beta-karotene të tjerë, pa diskutim ky produkt është një depo vlerash ushqyese. Por këto vlera shkojnë përtej shijes së mirë të ushqimit apo përdorimeve në fushën e kozmetikës dhe pastrimit të shtëpisë. Uthulla e mollës është një eliksir i vërtet për shëndetin e njeriut. Studimet e ndryshme kanë provuar se konsumi i një lugë çaji me uthull molle ndikon drejt për drejt në këto gjendje shëndetësore. Ndihmon që ju të humbisni në peshë. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks siç është filtrimi dhe eliminimi i toksinave nga trupi i njeriut. Uthulla e mollës jo vetëm që e përshpejton atë, por gjithashtu nxit edhe metabolizmin tuaj që të djeg sa më shumë kalori. Ajo ka fuqinë të shpërbëj brumrat, kurse antioksidanti i saj kryesor, pektina, i jep trurit dhe trupit ndjesinë e ngopjes. Lehtëson gjithashtu dhimbjet e fytit. Uthulla e mollës ka veti antibakteriale dhe anti-inflamatore të cilat do bësojnë fuqinë vepruese të baktereve në rast të virozash kur ju keni inflamacion. Gjithashtu, sipas informacioneve, duhet të dini se ul edhe nivelin e sheqerit në gjak. Uthulla e mollës gjithashtu nxit prodhimin e insulinës në gjak dhe shpërbën karbohidrate toksike të cilat qarkullojnë në organizëm dhe çojnë në shfaqjen e diabetit. Ndërkohë, nga ana tjetër, juve do t'ju duhet një lugë gjelle uthullmolle, sidomos përpara gjumit. Lajmi se uthulla e mollës është e shkëlqyer për shëndetin me sa duket ka marrë dhënë dhe për këtë arsye ju duhet të dini se uthulla e mollës është një produkt i cili ka gjithmonë një dilemë që ka të bëjë kryesisht me kohën kur duhet konsumuar. Në shumicën e rasteve, sistemi juaj tretës nuk arrin që të përballojë diçka më shumë se kafeja apo tërshëra, dhe për uthullën në fakt as që bëhet fjalë. Ekspertët gjithashtu kanë rënë dakord se efikasiteti i uthullës, kryesisht asaj të mollës, varet jo vetëm nga koha kur e pini, por edhe nga mënyra se si trupi juaj e përballon atë. Gjithashtu, sipas informacioneve, ju këtu do të gjeni të listuar disa nga përfitimet të cilat vijnë në qoftë se ju do të pini uthull molle. Studimet shkencore kanë arritur të tregojnë se pirja e uthullës së mollës, sidomos përpara gjumit, mund të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse, sidomos për pacientët e diagnostikuar me diabet. Dhe një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugë gjelle me uthull molle, sidomos përpara gjumit, së bashku me ilaçet kundër diabetit, do të ulte ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak ditën e nesërme. Uthulla gjithashtu shëron edhe fytin tuaj. Gjatë stinës së ftohtë, gjasat që ju të prekeni, sidomos nga simptomat e gripit dhe të ftohurës, janë të mëdha. Bakteret përgjegjëse, të cilat e përthajnë fytin, shkatërohen nga aciditeti i uthullës. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë pirjen e një glënke me uthull molle gjysmë deri në 1 orë përpara gjumit, që në mëngjes ju të jeni si kokra e mollës. Uthulla për një gjumë të mirë. Gjumi është i domosdoshëm për të përballuar me sukses sfidat e ditës. Sekreti i një nate të qetë, gjithashtu dhe gjumit të patrazduar, mund të jetë pikërisht uthulla e mollës.
Një luggjelle me uthull molle dhe sidomos të shkrirë në një gotë me ujë të ngrohtë dhe me mjalt ju vë juve në gjumë, kundër erës së keqe të gojës. Pamundësia e të thithurit ajër, sidomos përmes hundës, është e tmerrshme. Uthulla juve ju vjen në ndihmë për të zhbllokuar hundën dhe fytin tuaj, sidomos për të pastruar edhe rrugët e frymëmarrjes, sepse ajo është e pasur me kalium, magnez, vitamina A, B1, B2 dhe E. Shtoni një lugë çaj me uthull molle të tretur në një gotë me ujë përpara se ju të flini. Uthulla gjithashtu ju ndihmon për tretjen. Nëse zgjoheni në mëngjes me dhimbje abdominale, fajin për këtë e ka tretja. Ky lëng fantastik zgjidh problemin me tretjen, zorrët dhe me urthin. Gjithashtu, sipas informacioneve, pini një lugë çaj me uthull molle të tretur në një gotë me ujë përpara se të flini. Me gjithë këto të mira, uthulla e mollës nuk duhet të mungojë në sirtarin e kuzhinës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ja cilat janë përfitimet më kryesore të uthullës së mollës. Uthulla e mollës është një ilaç popullor në kushte shtëpie dhe njerëzit e kanë përdorur atë për shekuj me radhë në gatim dhe në mjekësi. Shumë njerëz pretendojnë se mund të lehtësojnë një gamë të gjerë ankesash shëndetësore. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme dhe të shëndetshme, përfshirë këtu efektet antimikrobike dhe antioksiduese. Për më tepër, provat kanë treguar se mund të ofrojë përfitime të shumta shëndetësore të tilla si humbja e peshës, ulja e nivelit të kolesterolit në gjak, ulja e nivelit të sheqerit në gjak dhe njëkohësisht përmirësimin e simptomave të diabetit. Sidoqoftë, ekzistojnë pak hulumtime dhe duhen studime të mëtejshme para se të rekomandohet si një terapi alternative. Këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet që do të merrni nga uthulla e mollës. Është e lartë në substanca të shëndetshme. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga mollët. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv në uthull dhe mund të jetë përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore. Mund të ndihmojë në shkatërrimin e baktereve të dëmshme. Substanca kryesore në uthull, acidi acetik, mund të vrasë bakteret e dëmshme ose të parandalojë shumimin e tyre. Ajo njihet si një dezinfektues natyral dhe gjithashtu mund të ndihmojë në uljen e nivelit të sheqernave në gjak dhe në menaxhimin e diabetit. Uthulla e mollës gjithashtu ka treguar përfitime mjaft të mëdha në përmirësimin e ndjeshmërisë së insulinës dhe duke ndihmuar gjithashtu në uljen e përgjigjeve të sheqerit në gjak pas ngrënies. Studimet nga ana tjetër tregojnë se uthulla e mollës mund të përmirësojë ndjeshëm insulinën me 19 deri në 34% gjatë një vakti të lartë me karbohidrate dhe të ulë ndjeshëm sheqerin në gjak dhe përgjigjen e insulinës. Mund të ndihmojë në menaxhimin e diabetit. Gjithashtu mund të ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Studimet kanë treguar se uthulla e mollës mundet që të rrisë ndjesinë tuaj të ngopjes dhe njëkohësisht ajo do t'ju ndihmojë të hani më pak kalori, gjë e cila do t'ju çojë me patjetër në humbje të peshës. Mund të përmirësojë lëkurën tuaj. Uthulla e mollës është natyrshëm acid dhe ka veti antimikrobike. Kjo do të thotë se mund të ndihmojë në përmirësimin e barrierës së lëkurës dhe parandalimin e infeksioneve. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.